ti do bësh, por nga ana tjetër si do garantosh të ardhurat e nevojshme që të duhen që pastaj të realizosh edhe rritjen e pagave edhe shumë premtime të tjera. Kështu që unë mendoj që ne po luajmë shumë me çështjen e sistemit fiskal, jemi në grupin e disa vendeve ku mund të jemi nga të parët për ndryshimet e shpeshta dhe shpeshherë dhe drastike të sistemit fiskal, çka edhe biznesi i sjell pasiguri të mëdha se nuk bën dot as plane afatgjata, as një zhvillim më të qëndrueshëm, po dhe për individët dhe për institucionet është e vështirë që të aplikojë her pas here ndryshime kaq të mëdha taksash. Kështu që besoj që nuk është një propozimi i studiuar për efektet që do japi dhe nuk janë bërë llogaritjet e duhura që nëse e aplikojmë tani 10%, sa shkon niveli i ardhurave në nivel kombëtar në Shqipëri në buxhet. Profesor, të njëjtën gjë më thoshte edhe një biznesmen i cili së pari këtë më thoshte kur u vendos progresivja në fakt nga qeveria Rama. Së pari thoshte taksa progresive tregon një shtet modern dhe një administratë fiskale e cila di të operojë edhe të bëj këto 10% që në përgjithësi vihet në vende të prapambetura që kanë një përgatitje të dobët administrata fiskale dhe i bie shkurt ai. Por gjithashtu thoshte mua nuk më vret thoshte kjo ajo që thatë pikërisht juve, nuk më vret 10 apo 20, më vret ndryshueshmëria, vjen një qeveri e 10, vjen tjetra e 20 dhe kjo më çorienton totalisht të planet e mia që kam bërë në biznesin tim. Po. Jo vetëm në këtë rast, por në përgjithësi, në reagimet e biznesit, ky është reagimi më tipik. Më shumë se sa në një rritje taksa ose taks progresive, problemi jonë janë ndryshimet e shpeshta të taksave, se nuk na krijojnë mundësi që të kemi llogaritjet e duhura të planit biznesit, edhe zhvillimit qëndrueshëm, edhe shlyerjes kredive bankare apo dhe shumë elementeve tjerë. Dhe nga ana tjetër ka diskutime dhe edhe kjo mund të jetë një zgjidhje në fakt, sepse ka qenë një lloj edhe tejkalimi edhe abuzimi. Niveli 23% është niveli i lartë, aq më tepër që prek kryesisht të punësuarit cilësor, nëse mund t'i themi kështu. Ata që burim kryesor kanë vetëm punën, po janë të mirë paguar sepse janë shumë kualifikuar dhe punojnë në sektor shërbimesh kryesisht, ku dhe produktiviteti i punës tyre është i lartë. Ndërkohë që biznesi dhe në shumë raste për t'i ke bërë favorizime dhe ja ke çuar dhe 6% ose një kategori bizneses dhe e ke përjashtuar fare. Kështu që çështja shtrohet që e para njerë sot në botë pothuajse nuk ka asnjë vend me sistem fiskal unik. Sot janë sistemet fiskale të kombinuara, pra vendet kombinojnë taksën e sheshtë me taksën progresive, bile në disa raste edhe me taksën regresive. Çka do thotë që sa më shumë shtohen të ardhurat, aq më tepër ulet përqindja e aplikimit të taksës për mos t'i marrë gjithë pjesën e fitimit, ose ajo që quhet plaçkitje fiskale, siç ka dhe në disa vende që sa më shumë rritet fitimi, aq më shumë rritet përqindja e taksave dhe vjen një moment që fitimi bëhet gati zero si pasojë e taksave, çka sjell pastaj edhe ato që quhet eksodi fiskal ose migracioni fiskal që shumë biznese bëjnë nga njëri vend në tjetrin për t'u shmangur këtyre taksave. Kështu që unë mendoj që sistemi fiskal është nga instrumentet më të rëndësishëm të ekonomisë dhe financave të një vendi. Mirë është që të jetë sa më neutral në analizën dhe në aplikimin e tij, sepse kjo i krijon dhe atë që quhet qetësi fiskale, edhe i sjell shumë qëndrueshmëri dhe bizneseve dhe individit. Po insistoj në faktin që përdorimi i çdo fushate elektorale, bile edhe brenda fushatave elektorale, brenda mandateve qeverisë, sa herë ka atërime politike, kali betejës që bëhet grindja është problemi fiskal. Okej, atëherë. Profesori e shpjegoj në makro, e shpjegoj në perfekte. Ky që ma tha në fakt ishte italian, ky biznesmen, i tha vesh ndryshe shikon ai ndryshe shikon. Jo, unë desha të shtoj vesh dy gjëra pra asaj që tha profesori në mikro. Se ti ndjen edhe në kurrizin tënd. Po patjetër. Atëherë, ne taksat nuk kanë qenë
të larta as kur ka qenë Berisha, as kur ishte Rama, sepse kemi një nivel 23%, kur po të krahasojmë Itali që shkon 67 deri në 70, janë nivele shumë të ulta. Por këtu problemi është ndryshmëria e taksave, siç e tha profesori, dhe siç po e shohim që edhe kjo rritja pagës minimale bëhet për efekt të sigurimeve shoqërore për të inkasuar më shumë. Por kemi edhe ato taksat e fshehura. Atëherë ka taks më të madhe se rënja e euros me 25%. Me fjalë, një biznes e ka 25% në muaj. Ti mund të thush çfarë do takse, mund të vedosh çfarë do takse, por një taks. Sa desha ta thosh një ore, ma bëj 20% po mos tjera. Jo po rritë rrogat me kaq që ne kemi eksportuesi shqiptar, prodhuesi shqiptar ka një rënje 25% po të krahasojmë me një vit e gjysmë përpara, vetë shka euro, taks më të madhe të fshet se kjo mund të ketë. Kështu që përveç atyre që tha profesori dhe është shumë e saktë se vendet pjesa më e madhe e vendeve të zhvilluara përdorin taksën progresive, por ka edhe një problematik tjetër dhe unë kisha nevojë edhe për mendimin e profesorit. Prollogaritja e tatimit të ardhurave. Është një prollogaritje e cila është shumë në dëm të biznesit, por edhe të punëtorit. Sepse një punëtor me një pagë minimale 500.000 lekë e ka tatim vitar 0. 501.000 lekë ai tatohet 23.000 lekë. Me fjalë, punëtori nuk do të tatohet dhe direkt shkon 23%. Me fjalë, është një taks që duhet të prologaritet, sepse fillon prologaritja jo nga 501 nga 1 lekëshi, por kthehet mbrapsht nga 300.000 lekë. Kështu që kjo është një prologaritje shumë e gabuar, po ashtu edhe tatohet 23.000 lekë të vjetra? Po. Fillon tatimi direkt dhe 1 lekë mas 50.000 lekëshit. Po, me fjalë, ai që merr 501.000 lekë i bime me çu shtëpi shumë ma pak lekë. Po. Dhe ajo e dyta e preku dhe profesori është çështja e tatimit të themi asaj shtresës mesme apo shtresës së kualifikuar. Sepse një punëtor i cili ka një pagë 1.200.000, ai tatohet sa një biznes 23%. Kështu që edhe ky është një handicap i madh i cili duhet zgjidh. Plus kësaj është edhe përjashtimi që u bë biznesit deri në 140 milion lekë me tatim 0. Është një handicap i madh sepse ç'a ndodhi kjo? Kjo u duk sikur do ndihmonte biznesin, por bizneset ç'a bën? Sepse shteti nxjerr ligje e biznesi gjen shtigje. Ato filluan të ndajnë bizneset dhe t'i bajnë në 2-3 biznese, kështu që filloi shmangja dhe për atë këto duhen të rikthehen, por gjykata kushtetuese ju e hodhi poshtë, duhen të rikthehen edhe një herë të tatojnë edhe biznesin e vogël deri në 140 milion. Kështu që gjithë këto ndryshime, taksash, sistemesh fiskale nuk bëjnë asgjë tjetër se çordisin biznesin dhe po të thuash një investitorit huaj, hajde në Shqipëri, në momentin që ti i përgatit një plan biznesi, nuk din se me çfarë sistemi fiskal t'ia përgatit, sepse pagat janë ndryshim të përhershëm, mënyra e taksimit është në ndryshim të përhershëm, kështu që kjo janë vështirësitë të cilat duhet biznesit të ketë garanci, sepse taksa si 10%, si 15% nuk është një taks e jashtëzakonshme për biznesin. Po veç të thuj mos ma luj sa herë në ronë mendje. Pikërisht pra jenë 6 muaj. Profesor, kjo puna e euros është kthyer në problem të madhe, kursi i ulët i euros. Si e shikoni juve, a mund të ndikohet disi që të kthehet e 1.250 e 125 lekëshi, apo duhet të mësohemi dhe nga se ka ardhur e gjitha kjo? Thonë lekët e pisa, parat e pisa, unë nuk mendoj, sa të tjerë thonë është edhe turizmi, rritja e turizmit, futja e paras. Edhe kjo nuk më duket e mjaftueshëm se ne një pjesë të madhe të produkteve që ushqejnë këta turista këtu importojmë. Mendoj që është fenomen strukturor, sepse po ta shikosh me logjik të thjeshtë dhe të pastër, duhet ishte ndikim që vinte nga sjellja e euros si pasojë e vendimeve të politikës monetare të Bankës Qendrore Europiane dhe forcia ose dobësia e euros me monedat e tjera, për pasojë duhet ishte reflektuar dhe te leku. Gjë që nuk ka ndodhur dhe në 99% ky është fenomen monetar brenda territorit shqiptar ose brenda Shqipërisë. Dhe duke qenë brenda Shqipërisë, shkaku kryesor është prishja e raportit midis lekut dhe euros. Pra, sasia e euros dhe disponibiliteti i euros në tregun monetar shqiptar
është rritur shumë shpejt dhe në masë të madhe për shumë faktor, jo vetëm turizmi, edhe paraja informale ka ndikim shumë të madh, edhe burime tjera, ndërkohë që masa monetare në lek nuk i përgjigjet dot. Shkaku tjetër është që ne praktikisht jemi vend me dy monedha. Sado që të themi që euro është monedha e eurozonës, praktikisht Shqipëri niveli i eurizimit është mbi 40%, niveli shumë i lartë i depozitave në euro, shumë transaksione bëhen direkt në euro, shumë çmime janë direkt në euro, pra praktikisht ne jemi si thosh të ekspozuar maksimalisht ndaj prezencës e euros në tregun shqiptar. Dhe përpasoj këto fenomene strukturore quan në këtë situatë ku jemi sot. Unë mendoj që kjo është situatë strukturore, nuk presim pos ndodhi në një diçka me përmasa madhore që kjo situatë të ndryshoj dhe leku të rikthehet prapë në 1 euro 120 apo 125 lek, sepse faktorët që shkaktuan të ekuilibër të ri, po e quaj, janë faktorë që për momentin asnjëri nuk jep shenja që do ndryshoj. As paraja informale që hyn në Shqipëri nuk duket që të ketë ndonjë ngadalësim. Ndërkohë, investimet e huaja direkte, të ardhurat nga turizmi, apo elemente të tjera vazhdojnë të jenë në përmasa maksimale. Kështu që duhet gjykuar si një ekuilibër që do vazhdoj më e pakta 1, 2 ose 3 vite, nëse nuk do ndodhi në ndryshim tjetër, sepse sado masa që ne të marrim, bile ne që në vitin 1992 kemi bërë një marrëveshje me Fondin Monetar Ndërkombëtar që kursi i këmbimit është i lirë. Pra, as qeveria dhe aq më pak banka qendrore nuk kanë as mandat dhe as instrumenta që të ndërhyjnë për ta ekuilibruar kursin e këmbimit dhe për shtim të rasteve kur ai bëhet problematik në ekstrem dhe mund të cënoj ekuilibrin financiar të vendit, gjë që nuk është momenti. Kështu që vendet tjera që janë gjendur në këtë situatë, si Shqipëria, e kanë zgjidhur me politika paralele shtetërore të qeverisë që sektorët që preken më shumë nga ky ndryshim i kursit kanë mbështetje dhe lehtësirat një natyre tjetër për t'i kompensuar këtë efekt negativ të kursit të këmbimit. Po, ndërhyrje direkte është shumë e kushtueshme, është shumë e vështirë dhe pothuajse e pamundur kaq të ekspozuar sa që jemi ne nga prezenca dhe përdorimi i euros në Shqipëri. Profesor, po duket sikur ajo teoria që zhvlerësimi i një monedhe rrit në një farë mënyre eksportin ose importin e saj, sikur është shtrëmbuar në Shqipëri. Edhe ky ekuilibër i ri nuk është 100% negativ, ashtu siç nuk është 100% pozitiv. Kur është leku i fortë dhe euro i dobët, favorizohen importuesit dhe defavorizohen eksportuesit, siç është rasti dhe i industrisë me fason. Kur është e kundërta, favorizohen eksportuesit dhe penalizohen importuesit. Pra, ose favorizohen ata që kanë kredi në euro po të ardhurat në lek, favorizohen dhe disa statistika të shtetit. Neve jemi në një pozitë që penalizojmë eksportuesit tanë, apo jo? Për momentin eksportuesit, po jo vetëm eksportuesit, penalizohen ata që kanë depozita bankare në euro, penalizohen sidomos një pjesë e madhe e familjeve që elementet kryesorë të konsumit i kanë në euro nga remitancat që vinë nga jashtë, sepse një euro është më e dobët dhe çmimet janë më të larta, po njëkohësisht shtohet edhe vështirësia për sa i përket turizmit, sepse një pjesë e turistëve vinë nga zona euro me euro dhe i gjenë çmimet më të larta në Shqipëri, meqense euro është pak më e dobët. Pra, në të dy rastet ka edhe faktorë që ndikojnë negativisht, edhe faktorë që ndikojnë pozitivisht. Prandaj kërkohet edhe një politikë më aktive qeveritare në mënyrë që të kompensojë ata që humbin dhe të mbështesin akoma dhe më shumë ata që fitojnë. Florian, ju e gjetët se ky fenomen e kaloi vitin. A keni gjetë në një lloj ekuilibri? Jo, është pamundur të gjesh ekuilibër sepse është një situatë që nuk ta thot asnjëri, me fjalë asnjë nga institucionet, si Banka e Shqipërisë, po ashtu edhe Ministria e Financave, nuk ta thot se kush do jetë trendi. Dihet që do jetë një trend rënës,
por me sa nuk arrin në paktën na përgatisin. Po me ata kontraktorët tuaj filluat krijuan një lloj stabiliteti. Ta tha dhe profesori, ky është një fenomen veç shqiptar. Tash shkoj t'i them unë klientit gjerman apo italian, duhet marrësi çmim me 20%, 25%, sepse më ka rënë euro, thot është një çmenduri, thot. Unë për 5% mos postoj në Maqedoni, shkoj në Serbi, shkoj në Bosnjë. Pse duhet për një fenomen që unë s'kam fare lidhje me këtë, me fjalë, nuk është diçka europiane apo rajonale që okay të merret parasysh. Kjo është thjesht një fenomen shqiptar i cili ka shumë vite që po ndodh, por vitet e fundit, 2 vjet e fundit është më i theksuar. Por asaj që tha profesori, që këto mekanizma dhe këto ekuilibre janë prishur, ta jep edhe fakti që guvernatori i bankës thotë që jashtë kontrollit bankar janë mbi 5 miliard euro. Jo të pista, me fjalë mund të ketë pista, por gjithsesi janë jashtë kontrollit. Tash 5 miliard euro janë në gjendje të prishin këto ekuilibra, sepse ne flasim për këto që arrin të kontrollohen. Po ato që s'kontrollohen, po ato që lvizin me valigje, po ato që lvizin me monedhat Bitcoin. Me Bitcoin. Kriptomoneda. Me kriptomoneda. Kështu që është një treg komplet i çrregut dhe parashikimin kam përshtypjen që s'ka mundësi të ma japin as profesori, as guvernatori, as Ministria e Financave. Nëse në këto faktorë që njihen, siç janë remitancat, që janë investimet e huaja, siç janë faktorë të tjerë që njihen, por janë faktorët e tjerë që nuk njihen, që i thash janë paratë e huaja, janë paratë themi e zeza, janë hyrjet e daljet pa kontroll, informal, kështu që duhet të kemi njohjen e faktorëve për të përllogaritur se si mund të shkojnë po ashtu asaj duhet të përllogaritet edhe rritja ekonomike, sepse këto janë disa faktorë të cilët kanë ndikim te ekonomia, por të kur shef që një ekonomi nuk rritet më aq shumë, themi 7-8%, sa të ketë ndikim edhe tek këto faktorë, atëherë mund të themi që faktorët e panjohur janë më të ndikues se sa faktorët e njohur. Profesor, pensioni 200 euro, paga mesatare 1000 euro, të realizueshme, euforike? Tani, të domosdoshme dhe të nevojshme po, sepse niveli dhe i pagës mesatare dhe i pensioneve në Shqipëri është i ulët. Dhe natyrisht që duhet bërë gjithçka që edhe pensionet rriten, edhe paga mesatare të rritet, pse jo dhe pagat e larta, meqense edhe paga minimale, gjithashtu dhe minimumi etik është treguesi domosdoshëm që duhet zbatohet. Problemi është që neve na është krijuar një deformim shumë i madh i mënyrës se si funksionon skema e pensioneve si pasojë e ndryshimeve demografike që kanë ndodhur edhe e informalitetit për sa i përket deklarimit pagave dhe pagesave. Kështu që nëse mendon që do të arrisësh pensionin minimal në 200 euro, edhe ne tani po flasim me euro, në vend të flasim me lekë dhe kjo ndikon edhe më shumë. Të futemi në euro paktën në mënyrë jo formale. Fenomen që tham. Duhet që kjo mas të jetë bindësa se do realizohet, duhet shoqëruar me gjithë argumentat e ndryshimit sistemit. Çfarë do ndrojmë në mënyrën si funksionon skema e pensioneve, çfarë do bëhet me ato që quhet kolona e 2 dhe kolona e 3 për sa i përket pensioneve suplementare, vullnetare dhe pensioneve private, si do bëhet, njëkohësisht si do veprohet me përqindjen e kontributit që paguajnë gjithë secili për sigurimet shoqërore që shkojnë te fondi pensioneve dhe ajo që është më e rëndësishme, nëse do gjenden të ardhura të tjera që do shkojnë në favor të skemës pensioneve. Për shembull, kur ne diskutonim para disa muajve për naftën në Shpirag, që u mendua që do kishte naftë, u fol për krijimin e një fondi sovran si shembulli i Norvegjisë, të ardhurat e cilit do shkonin kryesisht për të mbështetur skemën e pensioneve. Fatkeqësisht nuk u gjet ajo naftë dhe kjo skemë nuk funksionon më, por logjika është e tillë që vendet të ndryshme kanë gjetur disa mekanizma që e furnizojnë dhe e plotësojnë apo e shëndoshin, si thuaç, funksionimin e skemës pensioneve. Nga ato, po themi që janë të majta si koncept
që mbështeten nga buxheti apo nga fondet tjera, deri ato më të djatha që shkojnë drejt thellimit të pensioneve private ose kapitalizimit pensioneve, që ti paguan dhe pastaj paguash kur jem pension me çka ke kontribuar vetë për skemën e pensioneve, jo si tani që është një thes i madh, janë kontribuesit që kontribuojnë në këtë thes dhe pastaj po nga ky marrin ata që duhet marrin dhe gjithë diferenca kompensohet nga buxheti i shtetit. Mos harrojmë që sot e kemi rreth gati 450 milionë euro gropën midis kontribuesve dhe përfituesve të pensioneve.